Okej, ne jetojmë në një shoqëri bërë shumit, nëse ky është problemi, nuk është. Gjonatani tha, e nisi kështu, uroj tha që ky kuvend i ditës së sotme që solli këtë lloj procesi të qetë, të mirë, të organizuar, i arrit të mbledh rreth 1.000 delegat, po ashtu procesi me sa duket, edhe vëmendjen e tyre, pati të profesionit ndërkombëtar e tjerë, uroj që të jetë një augur i mbarë që Partia Demokratike po bëhet bashkë një fjalë e thënë edhe gjithashtu dhe nga gava. Po Enver Hoxha e reformonte çdo 3 vjet, 5 vjet partinë më. E krahason Partinë Demokratike ne kemi një shoqëri të polarizuar. Aq të polarizuar sa ndonjëherë për shkak të 35 viteve që shqiptarët kanë mësuar me njërin o me tjetrin, rezulton që edhe kur s'ke parti mund të kesh votues. Dhe kjo është duke i ndodhur Partisë Demokratike sot për fat të keq. Të lexosh realitetin shqiptar vetëm me syt e Sali Berishës, unë mendoj që është një gabim i madh. Nëse sot thua që nuk ka një shoqëri që reagon, unë besoj ky është mos lexosh realitetin. Prej dhjetorit, nga ku unë i kam matur statistikisht, deri më sot në Shqipëri ka një ditë po, një ditë jo protest, mesatarisht. Nga kush, nga shoqëria civile? Në qytete të ndryshme, parti të ndryshme, çështje të ndryshme, një ditë po, një ditë jo, ta garantoj unë. Statistik. Një ditë po, një ditë jo. Ka organizuar Migeni një protest për çështjen Balluku, ishte Migeni, isha unë, ishte dhe 7 të tjerë. Po ti mbledhësh të gjitha. Po ti mbledhësh të gjitha. 8 veta këtu, 5 veta këtu, 10 veta në Pogradec, 12 në Rjoll. Kudo, në Shqipëri ka pas protest. Tani problemi është që një opozitë që nuk e merr incentiv këtë, që kur ka kaq shumë qytetarë që në mënyrë të shpërndar organizohen për të protestuar dhe nuk mundet që të gjendet gjua dhe komunikimi politik për ta përbashkuar mesazhin e të gjithëve, problemin e të gjithëve në një paketim të vetëm, sigurisht që duhet të jetë një qasje kritike ndaj forcës më të madhe opozitare. Por si ka mundësi që kudo proteston dikush dhe unë nuk e përbashkoj dot këtë energji. Ti ku më vete, groni më vete, PD-ja më vete. Duke votuar 90% atë që hequn ujin. Tani, duke votuar 80% atë që i mbjellin tonë. Unë po them protestohet më zotri. Unë po them protestohet. Problemi është që protestën nuk e kapitalizon dot njeri politikisht. Po s'është vërtet. Që ta mbledh një mesazh të caktuar. Nuk e kapitalizon kur mobilizon më shumë se askush tjetër, por se çdo aktor tjetër Partia Demokratike. Unë jam dakord që mobilizon më shumë pse njofur, pse ju paraqykuani që në atë mobilizim nuk janë këto, po themi këto burime, po themi revoltet popullore, pse ju nuk mendoni që shkon tek oqeani, ndoshta për ju nuk ju frymëzon Partia Demokratike, dakord, kena punë me bë akoma, por nuk është e vërtetë, që do të thotë për të bërë mekanizëm fitues, se e nisa pak më parë me diktatorin tonë, i cili ndryshon të aparatin qeverisës, çdo 10 vjeçar, i fuste për Partinë Demokratike. Dhe tani, Partia Demokratike ka hapur, Partia Demokratike është partia me gjitha partitë politike që bolshevizmi. Po s'është e vërtetë për kjo. Po si nga e vërtetë? Cinizëm pra. Demokracia e brendshme është zero. Po s'është e vërtetë. Kush është partia që përjashtohet? Po kush tha? Kush e tha? Ne kishim një palëzjedhje. Ai që del kundër kryetarit, po kishim një palëzjedhje parlamentar. Po kush e tha? Ne kishim një palëzjedhje, ja sa mbaruan. Po kush e tha? Kandidatët ikën. Po pra ai që doli kundër kryetarit të Partisë Demokratike është një nga personat më të rëndësishëm në Partinë Demokratike, zoti Bardhi. Ai që doli kundër kryetarit të Partisë Demokratike u kthy në kryetar që Kutet Basani. Nuk janë kandidatë. Edhe një herë, nuk është vërtet më, po s'është vërtet. Shikojmë nëse kena ky diktatorin që pasqyroni ju. Po kjo është e rëndësishme ta shikoni. Po diktatorët nuk japin hapësinë kërkujt çe ku e keni diktatorin në qeveri. Ai që i del kundër shuhet. Për interes të qytetarëve kjo është mirë ta shikoni që është kështu. Po jo ne e shohim, sepse nuk do mundet ta korrigjoni nëse nuk e bëni këtë. Ne kemi rahat me veten tonë. Pra ne jena gjithkohën duke bë betejën e jashtme dhe betejën e brendshme. Jena një parti që ka debat të jashtëzakonshëm në saj. Është partia vetëm që bën zgjedhjet të mëshme dhe nuk është e vërtetë që ka gard zero. Un kam, domethënë janë bë 10 gare. Por Partia Demokratike ka lindur që të shtonte një emër përveç Ramiz Alis, ta bënte plurale sistemin dhe ti pas 35 vjetësh e fut me një kryetar në bazës e lajm krejt ky debat. Po tash e ktheni kjo është bolshevizëm. Po jo ju po ktheni bolshevizëm këtë debat. Po të them për një sistem të mbyllur ta lexoni atë Katovice me një gazetar dhe komentar. Dakord, më ka hapësina sot. Serioze kjo. Kush unë merrem me gazetar. Ti do zgjedhësh jo palën tjetër, por jo gazetarin. Ju jeni politikan i ri dhe nuk ju lejohet kjo gjë. Tash prap kthena te ky kafazi i politikan i ri. Unë jam të thënë një gjë. Unë jam një gjë. Që kishte një vlerësim apo një lloj mundësie të re. Po pra, shkafaz sepse është reduktiv. Unë se çuj vetin tri.
Pra unë si që i vedin politikan të ri. Nuk pëse që është ka Unë nuk jam hiç tek raporti i vjetër. Ju jeni politikan i maturuar edhe nuk ka arsye pse ta biesh te kjo gjë. E the njërë sepse nuk do na mu marrë me mu. Unë thash që... Po të shenemi bashkë bisedus. Jo pra, dakord. Po jo pra, s'do na mu marrë me çështjen tënde, po merren me përgjithshme. Po them se ju... Kur tham gjua e Mero Bazës apo kujda qoftë, unë tham që është radikale si gjuhë kundër Partisë Demokratike dhe është reduktuese si gjuhë. Që unë e kundërshtoj si gjuhë. Pra, kam drejt me ja thanë nuk fyva zotnin, se i thash që nuk du të me folë këtë gjuhë, si që po më thëtë zotnia që kena ne një gjuhë bolshevike, që prap nuk e marrë për ofendim, por e kundërshtoj. Të shti, Partia Demokratike, thush që Partia Demokratike ka 0 garë, unë kam bërë pjesë në disa garë, kam kënë garë në primaret e Partisë Demokratike dhe nuk e quja Më falë, brendin e garës